mos u piklo, mos u mërzit, mos u dëshpro. Me vështirësin do të vjen lehtësimi. Por çfarë arsye piklohesh atë shumë? A mos të është ndaluar xheneti Allahut Azza wa Jall? A mos je i garantuar me xhehenem? Hudhe foshnjën në lum. Gati nanës Musait alayhis salam mi dal zemra prej vendi. Mos u mërzit për të ardhmen, nga se ti nuk e di çka do të ndodh. O Zot, ma merr shpirtin. Subhanallah. Por çfarë arsye? Nëse Allahu është me ti, por çfarë brengosesh? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se jeta e kësaj dunjaje është përplot me brenga, përplot me gajle, me derte, me telashe, përplot me sprova, e ndonjëherë me hidhrime, ndonjëherë me pikllime të ndryshme e kështu me radhë. Nuk ka njeri i cili në jetën e kësaj dunjaje nuk mërzitet, nuk pikllohet, nuk brengoset. Mirë po, me gjithate, Islami çdo herë e nxit besimtarin që ai mos të pikllohet, që ai mos të mërzitet, që ai mos të dëshpërohet, nga se nga pikllimi nuk ka ndonjë dobi. Pikllimi e lodh njeriun, pikllimi e dëshpëron njeriun, pikllimi i ahumb atij vullnetin, i ahumb atij shpresën, i ahumb atij aktivitetin. Pikllimi sjell dëm në zemër, pikllimi sjell edhe sëmundje në shëndetin e njeriut. Andaj tha Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah, nuk ka asnjë ajet në Kur'an që Allahu Azza wa Jall urdhëron që ne të pikllohemi. Por pikllimin nuk ka urdhëruar Allahu askund që ne të pikllohemi. Gjithashtu nuk e ka lavdruar atë, gjithashtu nuk ka caktuar ndonjë shpërblim për atë i cili pikllohet, por kundrazi Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu", mos u ligështoni dhe mos u piklloni. Dhe ky është mesazhi që vjen nga Allahu Azza wa Jall, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e besimtarit. Mos u pikllo, mos u mërzit, mos u dëshpro, ki shpresë në Allahun Azza wa Jall çdo herë se një ditë do të bëhet mirë patjetër, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, me dëshirën e Allahut Azza wa Jall do të bëhet mirë. Mos u pikllo atë shumë, mos u dëshpro atë shumë. Mos bie në depresion besimtari, nga se një gjë e tillë nuk i takon atij. Nuk i takon atij përderisa Allahu Azza wa Jall ka thënë në Kur'an: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra."
pas vështirësisë, apo jo, me vështirësinë do të vjen lehtësimi. Vërtet, me vështirësinë, jo pas vështirësisë, me vështirësinë do të vjen lehtësimi. Dhe në sa raste besimtari nuk e di për çfarë arsye ka ndodhur një gjë e tillë, apo çka do të vjen pas saj dhe dëshpërohet dhe mërzitet dhe pikëllohet deri në atë shkallë sa që i humb shpresat. Për çfarë arsye pikëllohesh aq shumë? Çka është aq e rëndësishme në jetën e kësaj dunjaje që ty të dëshpëron në gjitha aspektet? A mos të është ndaluar xheneti Allahut Azza wa Jall? A mos të janë mbyll krejt dyert të xhenetit? A mos je i garantuar me xhehenem? A mos je i garantuar me hidhrimin Allahut në ahiret? Jo. Po për çfarë mërzitesh aq shumë? Për çka brengosesh aq shumë? Për çka ti je deri në atë gjendje i pikëlluar? Mos u pikëllo, nga se ka mundësi që pas asaj gjendje Allahu ka përgatit diçka të madhe edhe të mirë për ty e ti nuk e di fare. Ajo e cila ka kaluar. Ajo ma nuk thehet. Ajo ka ndodhur me caktimin Allahut Azza wa Jall. A di pse ka ndodhur? Se ka qenë kader. Ti a beson në kader? Po, Allahu e ka shkruar dhe ka ndodhur. Dhe nuk ka pas mundësi me ndodh ndryshe. Ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhtaaka lam yakun li yusibak. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që të ka ndodh nuk ka pas mundësi mos me ndodh. Ajo që s'të ka ndodh nuk ka pas mundësi me ndodh. Kjo është me caktimin Allahut. Mos u mërzit për të kaluarën, nga se çdo gjë është me kader. Mos u mërzit për të ardhmen, nga se ti nuk e di çka do të ndodh. Ndoshta e ki një gajle, një breng për të ardhmen, ajo nuk ndodh asnjëherë. Po edhe nëse ndodh ndonjë gjë, ne nuk e dim çfarë hajri mund të fshihet pas saj. Tha Allahu Azza wa Jall, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ka mundësi që ju e urreni një gjë, ajo është hajër për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi që ju e doni një gjë, ajo është sherr për ju. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu e di, ju nuk e dini. Paramendojeni rastin e Musait a.s. i cili ishte foshnje. Allahu Azza wa Jalla e urdhëroi e inspiroi nanën e Musait a.s. Nëse ka rrezik nga paria e Firaunit, merre foshnjën e vogël, hudhe në lum. Subhanallah. Nëse ka rrezik, hudhe në lum. Tha Allahu Azza wa Jall, wala takhafi wala tahzani. As mos u frikso, as mos u pikëllo, hudhe foshnjën në lum. Inna radduhu ilejki. Ne do ta kthejmë ty atë. Subhanallah. E hudhi në lum. Foshnja ku arriti? Në pallatin e Firaunit. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Gati nanës Musait a.s. mi dalë zemra prej vendi. Foshnjën e vogël në pallatin e Firaunit, mos e ki gajle, mos u mërzit, mos u pikëllo. Çdo gjë është nën urdhrat e Allahut. Çdo gjë është nën caktimin e Allahut. Çdo gjë drejtohet nga Allahu Azza wa Jall. Ti pse mërzitesh? Ti pse pikëllosh? Ne do ta kthejmë atë ty. Çka ndodhi? Tha Allahu Azza wa Jall, faradadnahu ila ummihi kej të karra ajnuha wala tahzan. Ne ja kthim nanës Musait a.s. Musajin e vogël, që asaj ti pushon syri, ti pushon zemra dhe mos pikëllohet. Në sa raste na ndodh ndonjë gjë e cila në shikimin ton të parë duket e keqe, negative, e dhimbshme, e dëshpërueshme, që sjell pikëllim ndoshta në zemrat tona, nuk e dim.
nuk e dim që ndoshta pasaj fshihet ndonjë hajër, ndonjë mirësi e madhe, e cila do të vijë ndoshta pas shumë viteve. Mos u piklo nga se çdo gjë është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi me Merjemin, me këtë grua të ndershme, me këtë grua të devotshme, e cila deri në atë shkallë të madhe të vështirësisë së saj tha: o Zot, ma merr shpirtin. Subhanallah. Por çfarë arsye? Por arsye se Merjemi ishte shtatëzan, ndërsa nuk ishte e martuar. Po nga kishte ardhur shtatëzania nga mrekullia. Allahu Azza wa Jall dashti që të ndodh një mrekulli e jashtëzakonshme në mesin e gjithë njerëzimit, të ndodh vetëm një herë në histori. Mirë, po Merjemi do të lind. Subhanallah. Sa vajza sot e kanë shit moralin e tyre, e kanë shit nderin e tyre. Sa vajza sot mund të arrijnë në shtatëzani pa martesë, në lindje pa martesë, në abortime pa martesë. Sa vajza kanë arritur në këtë shkallë dhe në fund nuk thonë si tha Merjemi. Merjemi e ndershme, e pastër, e moralshme. Allahu dashti që të arrijë në këtë gjendje, tha: ja lejteni mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Sikur të kisha vdek para kësaj gjendje e të isha harruar për gjithmonë. Për çfarë arsye? Nga se njerëzit do të thonë shtatëzan e pamartuar ka rënë në zina. Allahu na ruaj. Mirë, po çka ndodhi pas kësaj? Sikur të kisha vdek. Pas kësaj çka ndodhi? Pas kësaj lindi një pejgamber i dalluar i Allahut Azza wa Jall, i cili është Isai alayhi salam. Ne nuk e dim. Ndodh ndonjë gjë në jetën tonë që neve mund të na duket shumë e dhimbshme, mund të na duket shumë e madhe, e vështirë, sproverant. Ne nuk e dim çka do të vijë pasaj, e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Jusufi alayhis salam, të cilin vëllezërit e hudhën në bunar, e pastaj përfundoi në burg, e pastaj hap pas hapi. Mirë, po Allahu Azza wa Jall kishte caktuar që Jusufi alayhis salam prej bunarit, prej pusit, prej atje nën tokë të ngjitet në shkallët e larta të pallatit dhe të merr pozitën më të lartë të asaj kohe. Ne nuk e dim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ka mundësi që ju e urreni një gjë, ajo është hajër për ju. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokut të tij Abu Bakrit radhiyallahu anhu, në kohën që ata u strehuan në shpellë, në kohën që Mekasit i dhujtarët e kërkonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta vrasin, që ta mbysin, shpërblime të mëdhaja, kush e mbyt atë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellë, Abu Bakri në shpellë. Arritën i dhujtarët afër shpellës. Abu Bakri tha: ja Rasul Allah, nëse vetëm pak e ulin kokën, do të na shohin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain, Allahu thalithuhuma. O Abu Bakr, çka mendon ti për dy vet kur Allahu është i treti i tyre? Këtë Allahu Azza wa Jall e regjistroi në Kur'an dhe tha: idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kur ata ishin në shpellë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokut të tij: la tahzan, mos u piklo, mos u dëshpro, mos u brengos. Inna Allahe me ana, Allahu është me neve. Nësë Allahu është me ti, për çfarë brengosesh? Nësë Allahu është me ti, për çka piklohesh? Nësë Allahu është me ti, për çfarë mërzitesh? Besimtari në jetën e ti nuk duhet asnjëherë ti nënshtrohet mërzis, ti nënshtrohet piklimit, ti nënshtrohet dëshprimit. Besimtari në jetën e tij çdo herë duhet të ketë shpresë, nga se kështu të mëson Allahu, kështu të porosit
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu azza wa jall, la tayasu min rauhillah, mos i humni shpresat nga rahmeti Allahut. Innehu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Nuk i humbi shpresat nga rahmeti Allahut përveç se ata të cilët nuk janë musliman. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na largon pikëllimin nga zemrat tona. Allahu të na largon dëshprimin nga zemrat tona. Allahu të na largon brengat e kësaj dunjaje nga zemrat tona. Allahu të na ban prej atyre që mundohemi të ecim në hapat e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të jetojmë në atë mënyrë që na urdhëron Allahu, e na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të vdesim ashtu si Allahu është i kënaqur. Allahu azza wa jall të na takon me pejgamberët e tij, me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me besimtarët e tij në xhennetin e tij. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.